Zoti Qori, ju keni deklaruar se me vizitën Izrael dhe takimin me Netanjahun, Edi Rama na ka turpëruar si shtet. Pse? Po sepse Shqipëria, sigurisht si çdo shtet tjetër ka patjetër interesa, por ama duhet ketë edhe një dinjitet, duhet ketë edhe një reputacion moral si shtet. Sot që flasim, kryeministri i Izraelit nuk është një personazh i çfarëdoshëm, është një njeri i shtetit cilit është nën akuzë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për genocid ndaj popullsisë civile në Gaza, edhe shumë organizata të mbrojtjes drejtave të njerëzit, madje edhe organizata kryesore e mbrojtjes drejtave të njerëzit në Izrael, B'Tselem, ka dalë në përfundimin se qeveria e Netanyahut dhe aparati ushtarak i Izraelit ka kryer genocid në Gaza. Arsye e dytë ka të bëjë me faktin që zoti Netanyahu është njëkohësisht edhe i kërkuar nga gjykata penale ndërkombëtare, një strukturë tjetër ndërkombëtare, për dy akuza, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në qoftë se në dimensionin e parë Shqipëria ka një detyrim moral për të qenë krahun e të shtypurve, në krahun e viktimave kryesore të ushtrimit të politikës shtetit Izraelit, pra popullsisë civile palestineze, në aspektin e dytë Shqipëria ka edhe ca detyrime ligjore, sepse dua t'ju kujtoj që në vitin 2003 Kuvendi i Shqipërisë ka ratifikuar Statutin e Romës që njeh jurisdiksionin e gjykatës penale ndërkombëtare, dhe në mesazhin tim unë kam vënë dukje këtë lloj paradoksi që sikur në vend që të shkonte Edi Rama në Izrael, kishte ardhur Benjamin Netanyahu në Shqipëri, institucionet e shtetit shqiptar, sa kohë kanë aderuar në këtë gjykatë penale ndërkombëtare, do të ishin të detyruara ta dorëzonin zotin Netanyahu në përpara le të themi kësaj gjykate penale ndërkombëtare. Tani, midis këtyre dy aspekteve, detyrimit të Shqipërisë nga drejta ndërkombëtare dhe tekave, kapriçove të Edi Ramës për të dalë krah për krah me një personazh të jetë problematik me cilin janë të pakt liderët botërorë që takohen dhe guxojnë të humbi reputacionin e tyre, unë mendoj që do duhej që Shqipëria të ruante dinjitetin e vet si shtet, të ruante reputacionin e vet si shtet në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe kryeministri ynë të mos bëjë pjesë e një takimi me një personazh që thash që është i akuzuar për krime shumë të rënda nga gjykatat ndërkombëtare. Arsyeja pse Edi Rama e bën këtë gjë, sigurisht arsyet mund të jenë shumëta, por besoj që arsyeja kryesore ka të bëjë me frikën që ai ka nga institucionet e drejtësisë, nga institucionet e reja të drejtësisë për akuza për korrupsion, kështu që është i gatshëm të bëjë gjithçka në arenën ndërkombëtare për të përfituar, kush e di, mendon ai, nga ndonjë influencë nga politika e madhe botërore, për fatin e tij personal, sepse nuk gjej asnjë arsye tjetër pse kryeministri i Republikës Shqipërisë do duhet takohet me një personazh që është sigurisht ende sot kryeministri i Izraelit, por që nuk është i kryeministri çfarëdoshëm. Izraeli ka pasur edhe kryeministra të tjerë në historinë e vet, por ky është i pari i cili është i akuzuar nga një gjykata penale ndërkombëtare, jurisdiksionin e cilës shteti shqiptar e njeh, ka nënshkruar traktatin ndërkombëtar, Statutin e Romës, dhe përpasoj është i detyruar nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare, po edhe kushtetuesës të Republikës Shqipërisë, e cila thotë që kur traktatet ndërkombëtare nënshkruhen, ato fitojnë fuqi si të ishin ligjet brendshme. Pra në këtë kuptim Edi Rama na ka poshtruar si vend dhe si popull në momentin që nuk respekton as viktimat e panumërta, flitet për rreth 70.000 viktima, shumë prej cilëve janë fëmijë në Gaza, as detyrimet ligjore që ka Republika e Shqipërisë bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare, dhe po e them edhe një herë, Republika e Shqipërisë e ka nënshkruar me vullnet lirë Statutin e Romës, ratifikimi është bërë në vitin 2003, mos gaboj, e përpasoj është një detyrim që shteti ynë do duhet ta zbatonte. Dhe më spaku kryeministri i Republikës Shqipërisë nuk mund t'i lejoj vetes që të dalet buzëqeshje, të këmbej batuta me një personazh politik i cili është i akuzuar i kryesor për gjëma, për krime kundër njerëzimit dhe për krime lufte. Këto janë akuza zyrtare, nuk është thjesht opinioni im apo opinioni i ndonjë kritiku tjetër të
politikave të zotit Netanyahu. Këto janë akuza zyrtare dhe duhet ju vënë duke faktin që prej vitesh Benjamin Netanyahu nuk takohet me shumë prej udhëheqësve të shteteve demokratike të botës refuzojnë të takohen me të, sepse sigurisht ka një peshë të madhe morale, po themi një takim i tillë apo një farë kuptimi i legjitimimit tërthorazi i politikave të Netanyahu dhe në fakt qeverisë tij të ekstremit djathtë në Izrael kundër popullsisë civile edhe të pafajshme në Gaza. Okej, me sa di unë ka dhe një penalitet brenda vendit, që ka kërkuar Presidentit të Republikës për korupsionin, ka kërkuar Presidentit të Republikës që të hiqet të bëhet një amnesti për këtë. Është një proces korupcioni dhe zoti Trump ka kërkuar që mos ndiqet. Zoti Trump ka kërkuar Presidenti Trump ka kërkuar presidentit Herzog gjatë vizitës. Kërkoi Herzogut Akuza për korrupsion i takon popullit Izraelit dhe institucioneve shtetit Izraelit për t'i dhënë drejtim. Nuk i takon opinionit publik ndërkombëtar. Ato janë punte brendshme të një shteti. E thash thjesht për Ne kemi disa detyrime dhe unë mendoj që Shqipëria duhet të ketë edhe një reputacion ndërkombëtar dhe përfaqësues të shtetit shqiptar duhet ta ruajnë reputacionin e Republikës Shqipërisë si një vend që respekton të drejtën ndërkombëtare që vete kanë nënshkruar dhe që kur i duhet flas ndonjëherë, se sigurisht ne nuk kemi qendra e botës dhe nuk pritet që ne të bëjmë politikat e mëdha globale, po puna u desh të flasim ndonjëherë, është më mirë që të rreshtohemi në krahun e viktimave të pafajshme dhe jo të politikanëve, të njerëzve të pushtetshëm, të cilët janë akuzuar, po e them edhe një herë, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Edhe ju që po flisni jeni politikan. Unë ju vlerësoj shumë, por në fund të fundit ju jeni politikan. Shiko, sot rendi botëror që ne kemi është i kërcënuar, ose po bie. Tani po përpiqet Donald Trump të ndërtoj një rend si që mendon ai, të çuditshëm sipas meje. Por, pse tani Edi Rama të mos vrapoj që dhe forcoj raportin me Izraelin për të rritur peshën e tij të Shtetet Bashkuara. Sepse interesi personal i Ramës është ky. Dhe tani si politikan, se ai nuk është një prift. Ai si politikan po vrapon atë që po bën Trumpi, jo për ty, se kam durim pak se do të pyetet gjëre gjatë. Jo, po se po më duket sikur. Jo, po të shikoja me vëmendje, pse do. Jo, mbaj vëmendjen, vazhdo ta mbash, por të mbaroj me Arlindin dhe do të përcillemi me të dhe do të. Është profesori jot. Jo, s'kam asnjë lidhje. S'ka. Lidhje dhe mund. Është e njoh si politikan edhe kam respekt patjetër. Qartë. Po, pra, e drejta e një njeriu Rama, kuptoj. Rama po përpiqet, siç ju thash, të shpëtoj lëkurën e vet. Duke dalë në foto e duke komplimentuar Netanyahu, përpiqet fitoj një pikë shtesë tek Trumpi me shpresën që pastaj institucionet amerikane do ndikojnë në institucionet e drejtësisë Shqipëri që ai mos përfundoj si Erion Veliaj. Kjo është shpresa e Ramos, unë mendoj që është ky dhe iluzioni i Ramos, po gjithsesi do të shohim çfarë do ndodh më pas. Për sa i përket interesave të Shqipërisë. Tani unë e kuptoj atë që këtu duket sikur bota po shkon për dreq. Jo, me ty jam dhe unë me interesat e Shqipërisë tu janë. As institucionet, as e drejta ndërkombëtare, as OKB-ja, as NATO-ja, as Bashkimi Evropian, ore mund ndodh dhe kjo. Po unë kam përshtypjen që interesi i Shqipërisë është që të ketë të drejtë ndërkombëtare, të ketë institucione ndërkombëtare, se nëse marrëdhëniet ndërkombëtare përfundojnë ujku më të dobët, do të vi dita e do na hanë dhe ne. Pra nëse nuk ka më vlerë pikën e vlerës Organizata e Kombeve të Bashkuara, nëse shpërbohet NATO-ja, nëse hyn në krizë Bashkimi Evropian, ne si popull, si shtet, si komb, mos mendoni që do përfitojmë. Në kushtet e kaosit ndërkombëtar, shtetet e vogla janë të parat që gëlltiten, se sot ty mund duket si do të mbështes njëri që është shumë më i fortë se ty, po pastaj për interesat tjera, ky që ti mendon se e kishe aleat deri sot, nuk është më aleat nesër. Prandaj ne kemi nevojë për aleanca, sigurisht me faktorët ndërkombëtar që kemi pas deri sot perëndimor, po që janë aleanca të shëndetshme, që janë aleanca të bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare dhe mbi vlerat përbashkëta. Nëse këtu merr flag gjithçka në botë, ne mos mendoni që do ndezim cigare në këtë botë. Pra ne si shteti ka drejtë ndërkombëtare me apo jo?
Nuk kam të drejtë ndërkombëtare. Të drejtë ndërkombëtare në fuqi Ne ka. ç'kuptojmë. E drejta ndërkombëtare dhe shumë nga institucionet ndërkombëtare, duke futur dhe NATO-n brenda, jo vetëm OKB-n, po dhe NATO-n brenda, sot janë në krizë, janë në pikpyetje. Po shumë kush vetë po pranon që drejta ndërkombëtare. Tani, në këto kushte, ne si shtet duhet veprojmë me maturi, me urtësi, jo të bëjmë hapa të nxituar dhe jo të, siç e thoshte zoti Nazarko pak më herët, të çajmë bllokadën themi evropiane ndaj Netanjahut, pra ndaj Netanjahut duke e shndruar Shqipërinë si një trampolin që zoti Netanjahu të laj gjynahet e veta. Nuk kemi pse ta bëjmë ne këtë, nuk ka pse ta bëj kryeministri i Republikës së Shqipërisë këtë gjë, sepse ne si shtet përveç interesave kemi dhe një dinjitet, kemi dhe një reputacion, kemi edhe një raport caktuar me drejtë ndërkombëtare. Unë kam përshtypjen, dhe do guxoj ta them këtë gjë, kam përshtypjen që, këtë që u thash pak më herët, që Shqipëria është nënshkruese e Traktatit Romës dhe një jurisdiksionin e gjykatës penale ndërkombëtare. Edi Rama nuk e di, madje as Elisa Spiropali, ministra e jashtme, nuk e di, qoftë e kanë dëgjuar. Janë disa kushte për që jurisdiksionit shtrihet. Do futim tani se do të futim. Mbase e kanë mësuar. Pra ka shkuar Edi Rama për të bërë një vizitë në Izrael dhe ka takuar Netanyahun. Unë kam përshtypjen pa e ditur fare, sepse ne, nga që këta që na qeverisin, zakonisht mendojnë vetëm për të vjedhur. Nuk është se e vrasin shumë mendjen për politika afatgjata, për marrëdhëniet qëndrueshme ndërkombëtare, për reputacionin e shtetit. Këta janë të gatshëm të bëjnë gjithçka pa u konsultuar dhe pa pyetur askënd. Dhe ne sot jemi përpara një situate ku kryeministri i vendit ton, që po them edhe një herë, një jurisdiksion i gjykatës penale ndërkombëtare, buzëqesh me një të pandehur nga gjykata penale ndërkombëtare. Si ta zgjidhim të kontradikt? Okej, Arlind ta lëm këtë pyetje. Të dënuar, jo të pandehur, është dënuar ai. Atëherë Arlind nuk është dënuar akoma më duket se. Është dënuar. Ja nuk është i dënuar. Çdo vendim jalla. Duhet dalë para gjyqit ti është dënuar. Arresti më. Arresti pra. Kërkohet arresti ti, por nuk është bërë gjyqi.